Deputetët e Lidhjes Demokratike dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës se regjistrojnë si një grup i vetëm parlamentar. Këtë pritet ta bëjnë edhe ligjvënësit e rinj të nismës të premten, duke përforcuar bllokun opozitar. Kreu i LDK-s Isa Mustafa tha se kjo është pjesë e marrëveshjes dhe se rregulloria parlamentare dhe ligjet nuk e ndalojnë krijimin e një grupi të përbashkët. Ona ligjore është ona kushtetuese, sepse deputetët kanë drejt në mënyrë të pavarur të përcaktojnë se në cilin grup parlamentar do të veprojnë sipas orientimit të tyre programor. Askush nuk mund t'ja përkufizojë këtë drejtë. Në të njëjtën linjë është edhe deputeti i nismës Jakub Krasniqi, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës. Grupet para se të fillon seanca, do thotë në rregulloren e re që kemi arritur ta miratojmë në kuvend, shkruan që spaku 3 ditë para se të filluar seanca duhet të zyrtarizohen grupet parlamentare. Regjistrimi i deputetëve të rinj është pjesë e procedurës që pasohet nga konstituimi i Kuvendit më 17 korrik. Bloku opozitar, LDK, AAK dhe Nisma pretendon krijimin e qeverisë së re sipas marrëveshjes së nënshkruar më 10 qershor, 2 ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme.